Si me njërë komunikimin së bashku, shumë pak edhe temën e ditës në ekran, le temi me një pyetje të thjeshtë, por para shumë çështja e zhvillimit saj, ndoshta mund të kërkoj edhe shumë, sepse nuk besoj që ndoshta të gjithë jeni njohur me listat e kandidatëve për deputet, me çdo emër etj, por si parim para shumë në një farë mënyrë kam përshtypjen që jeni njohur. Mbrëmjen e dieshme keni ndjekur në Report Televizion me kolegun Denis Minga dhe koleget pranë terren, Razila Myslymaj, Daniela Maloko, si unë ekonomi, pra nga partit më të mëdha, nga KQZ-ja, çdo detaj të mundshëm. Ajo që ne ju pyesim është cila nga zgjedhjet e 11 majit, cila nga listat e kandidatëve për deputet ju bën më shumë. Pra përbërja, tërësia e listës me 186 emra, ata që janë listë të mbyllur, edhe ata që janë në listë të hapur. Kush dëshiron ndonjë emër të veçantë, është, nuk është, ku s'është, disa shifra patjetër që unë mund t'u them. Por në shqiptarja.com mjafton një kompjuter sado i thjesht, një telefon smartphone sado i thjesht, në shqiptarja.com gjeni gjithçka të mundshme. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Përshëndetje, mirëmëngjes, Andi. Mirëmëngjes, përshëndetje, nuk besoj se... Që ram një qetësi për këto... Në ç'kuptim? Po, kam lexuar. I ke lexuar, se nuk... Qetësi tani se ishin gjithë të shqetësuar. Kuptojmë që kanë qenë stres, se ashtu që kanë lexuar të shqiptarja.com të gjithë të pjesë marrjen. Por, thashë, ndryshimi midis më bën një çudi diçka tjetër. Të futja e babës, e nonës, e vllajës, motës, të këtyre partive. E ka i dallavere këtu, nuk e ka futur. Për kë e ke eksaktësisht? Babën e vetë Berat, e Adriatik Lapaj. E fut babën atje. I pari në listë në Berat. Po kështu Lul Basha ka futur kushrinjtë e vetë në ato njerëzit e tjerë. Dhe çfarë bëjnë pastaj? Bëjnë këtë film, me sa kuptoj unë. Në qoftë se ai për shembull është një sigurt, jati, për marrë jati Lapaj, se çfarë për tjetër, atëherë ky do të japi dorëheqje. E do të futet ai që është në listë hapur. Pra, bëjnë këto filma, në thënë fusin në listë mbyllur, kërkojnë dorëheqje. Ajo është një pjesë automatikisht pastaj. Ajo është një pjesë për të mësuar, po SPD. Edhe këto janë, le të themi, forcat më të mëdha politike dhe kanë interes. Si të duken, kush të bindë më shumë me atë që ju keni lexuar? Në një farë mënyrë ndryshimet më të mëdha në listë ka bërë Partia Socialiste. PD-ja kishte më shumë zhvillime sërish edhe tek PD-ja. Shiko, jo që ka të vjetër, se ato ka të ndorëheqje, ka kontribuar, nuk është nga këta që Saliu që shkojnë me vrap të këtë partit e tjera. Pra, Edi bëri një, si e thonë, një riqarkullim fotit të një fjalë, sepse kanë të vjetër mrapa, edhe mësojnë nga vjetër, kështu që të thënë i futit një sigur, sidomos, temat i futit komplet në listë e sigurta. Po të shikosh Saliu, da atë tabakun, futit vetëm Topallin, edhe këtë bokshën e kapit, dhe futit pasaj, aleatët e tjetër. Prandaj që Saliu mundon vetë që të jetë akoma kryetar, por kështu kryetar partie, sepse ai nuk merr pushtet, është i mërdhipur nga ky krah. Faleminderit, përshëndes për telefonatën. Mirëmëngjes, si urdhëroni? Përshëndetje. Mirëmëngjes, si urdhëroni? Mirëmëngjes. Përshëndetje. Andi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, gjej me vëmendje me kënaqësi. Mirëmëngjes, Andi. Ju përshëndes, ju gjej me vëmendje me kënaqësi, më thuaj. Jemi një qytetar nga një fshat i Korçës. Po. Ne kemi një problem me rrugën. Po. Nga fshati Drsnik. Kemi nga 20 vjet që nuk viret dorë. Nuk me makina, nuk zbresim, nuk na vin tregëtarë. Ç'keni bërë? Besoj keni bërë këto, nuk di ankesa, keni trokitur e që kanë thënë
Nuk di nëse se ajo është fatkeqësi, por nëse përpara ndonjë palë zgjedhjeje ju kanë bërë dhe diçka konkrete. Në këto zgjedhjet na kanë lodhur në çdo 2 vjet nga bashkia, nga qeveria. Do bëhet, thonë. Vetëm do bëhet se jo këta nuk dinë, vetëm do bëhet këtë fjalë njojnë, vetëm po, jo nëse njojnë, po nuk bëhet asnjëherë nuk është bërë. Cila është thirrja apo apeli juaj? Po thirrja është të na bësh rruga. Të na bësh rruga në fshatin Dërsnik. Jemi 3 kilometra. Deri në fshatin Polena është bërë dhe nga fshati Polena gjë në Dërsnik është rruga cop. Nuk na vin tregëtarë, nuk zbresim dot në qytet. Jo, shumë problem është absolutisht. Pengon për ditëshmërinë edhe gjithçka tjetër. Mirë, të falenderoj, të përshëndes për telefonatën dhe patjetër bët mjetë mirë që telefonuat që bët publik këtë shqetësim edhe më pas ne besoj do të kemi që të shohim nëse e trajtojmë e përshojmë edhe më gjërësisht këtë problematik. Mirë mëngjesi. Mirë. Të gjojmë me vëmendje me kënaqësi. Vëmendje që kemi? Në përgjithësi mirë, ju si jeni? Mirë. Ja po shpjegoj këtu në televizor. Po. Mora dhe hap telefonin se ka rasë që s'hapet dhe një. Po më thuaj mendimin se jemi në telefoni është hapur, jemi në komunikim, po më thuaj mendimin tënd. Ma, nëse mendonja, po merr keq për atë darsulën se vajti do gjithë xhaketën i shkreti për si qenë kështu, për si treguar besnikrin salës. Në fund e dori e hodhi atje të gardhje. Po këta të dy palët edhe pësaja dhe pëdaja janë marifeqin për të bërë dallaveret me fjalë që si të arrin maksimalen e asaj që kanë mundësi. Po populli do t'i japi këtyre partive të reja që në mos e marrin pushtetin të paktën ta çajnë, që t'i lënë që të bëjnë një koalicion treshe Sal, Ram, Ilir për qeveri teknike. Ata 6 muaj se lënë, për 2 vjet do ta lënë ata. Që gjaja për të bërë zgjedhje të reja të ndeshme, për të fituar kohë, po këta t'i çajnë. Vetëm kështu fiton populli. Zoti Sula, dashur Sula, se për shkak punës e një dhe personalisht, po për te e saj, mbrëm vonë së fundi, jesh bashkuar Adriatik Lapajt, ose mësa koalicionit Lapaj-Shabani, nisma Shqipëria bëhet. Synë punaj, ai asosojme, nuk është pra punaj, pandaj edhe Sala e hoqi, po, dhe ti bashkoj, kur ju bashkua, kur e hodhi Sala? Po, kur në kishte në... Atëre kur e ndori Sala të gardhi, atëre ju bashkua... Gjithsesi, po argumentin që ai dha, që si pas ti nuk u bë pjesë e listave, nuk u bëra pjesë e listave, tha se jam një nga ta persona që mbështes drejtësinë e re. Po, sigurisht, ja i ka folur më burë, po këta janë vetëm nga ata që duan të vejnë në parlament, po nuk është pra të punë më burë, politika nuk është për dashat, nuk e bën do të punë ai. Okej. Në tërësi me atë që ke parë dhe ke ndjekur, si të duken listat? Kush të bindë më shumë? Po, nuk i kam parë shumë, jo, nuk i kam parë shumë, po njëri bari lojnë shumë të mbyllur e për të vjetërve, tjetëri bari lojnë shumë të mbyllur e për të rime për të kryuar besnikërinë, e ati grupit me vjallë që t'i ketë të garantuar mbështetjen. Dakor. Dhe Sala pashësoj ande me ato të tintë, me vjallë me ato të vjetër, gjaj që nuk si lasën gjatë të re, për mua, mendimi tim, gjatë leta bjoj gjithë Mileti. Po? Unë, me halë, në mos pas të arresimet të tjera, që të bëhet e më shumë blemë shkjo punë, ajo pësaja do përfundojte jo më shumë se 20% të parlamentit, Sala nuk do të kapi 30-en, me gjithë i lirin. Kush do i marrin? Do i marrin këto partit e reja atëre? Do marrin dhe këta. Edhe këta. E këtë gjeni që shtashin, u arestoshin e me, që të kjetë akoma të lavi, do të bresin e më poshtë. Në fund, për mendimin tim, do ngele qeveria teknike e qarë nga të rinjtë, nga Lapajt, edhe Indriti, mirë. Edhe në fund fare, por nuk do të alen 6 muaj qeverin teknike, për të të qojnë 2 vjet që të fitojnë kohë, se këta janë në halë me spakun më. Dakor, të faleminderit.
Faleminderit, përshëndes për telefonatën, që të kemë si të marrë sa më shumë mendime, opinione, komente në rrjetet sociale për temën e ditës, që të shfrytëzojmë edhe kohën. Ilia Kokti më shkruan, mirëmëngjes Sandi, thot, si primaret e Saliu, thot, edhe deputeti që duam ishte një fars, parlamenti që vjen, thot, do të jetë mota mos si parlamenti që është. Në fund, thot, vendosi Saliu dhe Rama me shokët dhe miqt e tyre. Përshëndetje, ka ndryshime, ka letimi zhvillime që duhen diskutuar, por janë dhe të shumta. Mirëmëngjes. Ç'ta habit isha bërë ua? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, mirë se vjen në program. Jo, e di të mirëmëngjes. Dëgjoj se jam i qetë sot. Ndëgjoj këtu zoti Andi. Ajo lista e PD-s më kujtojnë byron politike të Enver Hoxhës. Pse, më në shkuptim, se unë s'marrë shumë nga ato. Në ka serioze. Në momente që u botë mbledhja byros politike, të gjithë dorën, pa folën Enver Hoxha, e ngreni dorën, me fjalë që folë që dushti, ne dorën e kemi këtu, si mirë, si keqja. Edhe pa folën ngrinin dorën, në? Edhe pa folën ngrinin dorën, në? Bravo, pa folë. Të djemë të ri, Fojza, të Sali Berishës, janë rjeshtu atje 16 a 12, se sa janë dhe si numërova, gati për partinë dhe për atë si e ka i, më falë, Sali Berisha. Ku e ke për Tiranën? E ke për listë? Polpot Berisha. Mund të bëjë dhe pak bashkëbisedim. Unë ka vënë një emër, nuk e dija do të përgjeti. Po? Polpot Berisha. Si? Qoftë e ke ndigju më njerë. Si? Nuk e ke ndigju. Edhe njerë, nuk e dëgjova mirë. Prap nuk e dëgjova mirë. Polpot Berisha. Polpot? Emër shumë i përveçëm. Polpot Berisha. Po që do të thotë? Polpot. Që do të thotë? Polpot. Një gazetarët do të hapni në i ditë. Po mjë, Polpoti ka qenë sekretar, po ndërkohë deri në fund. Po prandaj. Ka qenë sekretari partisë komuniste kambodgjane. Edhe ka pushkatu 2 milion kambodgjani, ka futur dhe ky Polpoti. Në moshën 80 vjeçare e quan xhungël dhe vdiq në xhungël. Se nuk deshin ta pushkatonin, se krijonin panik. Edhe e quan 2 milion kambodgjan ka pushkatu ai. Polpot Berisha. Polpoti. Ka qenë president, ka qenë kryeministër, ka qenë sekretari pari partisë komuniste. E gjeta me njerë tani se po tani na ktheve i lindur në 1925-ën, ka vdekur në 98-ën, Polpot në Kambodgjë, politikan kambodgjan, revolucionar, edhe diktator komunist, thot. Okej. Po kuna të shove tani? Ka një shqiptar vrau në feshtatën. Do prap të vrasi. Kjo nuk e kuptoj. Me gjithë të vazhdojnë. Qofse du njerëzit kriminella tjetëri, vazhdojnë të mbajnë, të ushqenjnë, me fmit, me gratë, me qëfar të kena do, me fare fist, me mulnoka. Një gjë të lutem shumë, janë 2-3 atje dhe mu bënë shumë për shtypje. Janë 2-3. Belim Këlliqi edhe Klevis Balliu, janë 2-3, bravo i qoftë. Shumë mirë, ka studio jashtë e gjithë. Do themi diçka. Mu këto 2 persona, më kujtojnë sekretarët e rinis të kohës Enverit. Kur bëjmë mbledhje rinie, ato dilnin edhe flisnin. Enver Hoxha na ka thënë, partia na mëson, Enver Hoxha ka thënë kështu, ne do bëjmë kështu. Po që njëjta gjëra bëjmë dhe këto. Saliu na ka thënë kështu, ne për Saliu do japim jetën. Edhe këtë tjetër, Klevisi, kanë mbaruar dhe në Angli dhe në Amerikë. Po a kanë turm këto, a kanë sedër, a kanë dinjitet rafar rinor, me bot kuptime tjetës. Që nëso njërës shumë, nuk e din që ka një njeri që ka vra, ka pre, ka vjell. Nuk e din atë. Me gjitha të, të vazhdojnë. Faleminderit, zoti Kastriot. Ditën e mirë. Të përshëndes për telefonatën, në qove kej nuk shë i dhëmënd që më në qove deri në Kambodgja me revolucionare, diktatore, politikane, direktorë, Polpot, po ashtu e kishte. Mirëmëngjes, përshëndetje. Urdhëroni.
Mirë mëngjesi, përshëndetje Andi. Përshëndetje, po mirë se në riktheve në program edhe na je rikthyer në program, mua aty tek listat. Jo, Andi. Po. Unë ju marr shumë, duke qëndruar e duke bërë ndonjë punë, ju marr dhe unë nuk mund të them tani se bie dilja dhe s'ma hap telefon, nuk ta akuzoj për asgjë, rastësia. Okej, e drejtë. Rastësia, Andi. Këtu bëra autogol me këtë që thash, po. Të dëgjoj. Jo, më vjen keq, jo se unë kam dëshirë shumë të flasë dhe po të flasë, se them ato që është e vërteta, jo ato të shtrëndën, dhe nuk duhet t'i dalë as njërit krasë një parti, as një kandidati ati gjie. Por dhe të thosh ja kështu Andi, që vetëm do një fragment do t'i shkëput këti paraforcit që jemi tamam në atë sistem, se unë tani jam 68 vjeçë dhe jemi në të njëjtin sistem. Fliste sekretari, fliste Enveri, duar Trokitej, ngrijej dora 100% se nuk e ngrije, se ti bëre një lapsus të vogël atje që se e ngrinin dorën para se të fliste. Jo, se si atje dhe të mund e kishtë ai. E si ajo e Vasilaj Vangeli për titullin e librit. Dhe tani të hrim në temë, mos më ham kohën të tjerve. Andi, shiko, është e njëjta rrim, është e njëjti burim, është e njëjta xhaket, është çdo gjë është e njëjta. Pse është e njëjta? Unë e sfidoj Kumbaron me që kam votuar për PS-n, e sfidoj hapur. Dhe e di që ka dëgjuar sepse më kanë thënë të tjerë që nuk duhet të se prish punë dhe bën. Jo, nuk prish punë, unë drejt punë. Pse? As qaja s'ofendoj, po them atë që kjo është e vërteta. Në qoftë në Gjirokastë, në qarkun e Gjirokastë, Kumbaru ahin direkt në parlament, për mua do të quaja minus. Se do të quaja minus? Sepse Andi 12 vjetë, këta deputet, vajtën si nuk kanë ardhur njëherë në elektorat, po si nuk kanë ardhur dhe kërkojnë një mendim. Këtë kanë arritur deri atje, sa dhe krijetarët e bashkive krijeplejtë e çatrave i zgjedhin i vetë. Në qoftë se do të zgjidhet një që punon në krijeplak që të punoj, të krijej ose të kërkoj, këtë ata e heqin me fshillin bashkiak me njerë, sepse këta kanë dhe gurin dhe arën. Kurse për krahun tjetër nuk më zë meraku, se nuk e kanë votuar. Të bëjt qatë të doj. Por, kjo më shqetëson shumë. Do them tani, 12 vjetë, dhe o t'i bëj dhe një krahasim të vogël, ndoshta mos ju ha shumë kohë, do bëj dhe një krahasim të vogël, 12 vjetë nuk erdhën njëherë. Maj mund Andi, respekte, shumë respekte për Makbule Çeçon. Ishte deputete e zgjedhur nga populli. Makbule Çeçua kishte zirë në Gjirokastë. Kishte zirë dhe ura e Kardikit që i themi ne që ishim komuna e Kardikit. Dhe Makbule Çeçon mund ta gjeje në çdo kohë, në çdo orë, mund ta telefonoje, mund t'i thoshe çfarë të doje dhe të nesme të lënde takim dhe të mbaronte punë. Po kështu bënde ishë në komunat e tjera. Deri në komunën e largët të Zagorijës. Kjo që deputetja që neve na zgjidhte hallet ose qanim hallet. Dhe tani të kthejmë pak djathtas. Ne këtu në Gjirokastë kishim Genci Rulin. Ku e ka Sali Berisha Genci Rulin dhe atë ta thash dhe një ditë atë generalin e jugut që ifte mi tangle do vrasim Saliun. Këta shqitën Shqipërinë, morën paranë dhe ikën, u zhdukën. Ne prandaja vazhdon i njëjti avas, është e njëjta xhaket, janë të njëjtit njerëz, është e njëjta jetese këtij populli fatkeq dhe diçka tjetër do thoshja që dëgjova në një shkrim atje që jo për hipotekat edhe për këto. Ka 30 vjet që kemi marrë tokën në 7501. Kanë marrë ata që kanë patur punëra. Kratë ngrohta në partia kanë marrë dhe të atia që e ka marrë në 7501 e kanë hipotokuar dhe të tëra. Kanë marrë Andi repartet ushtarake, kanë zaptuar këtë djerë të popullit dhe këtë pronë të popullit të spilitur 25 vjetë që mirë të 80 lekë për ditë pune. Ja kish shtetim, kish Edi Rama që do kishim 24 orë ujë, do kishim hipoteka të sakta që do në hipotekonde, tokat e të tëra do në i qepitikonde, dhe për mua 12 vjetë që mushen, kaluan për këtë popull të spilu, kaluan kotë. Okay. Dhe fundit ne zoroj më 12 vjetë, dhe aji dhe 4 dhe 5 vjetë.
Ja, kjo është politika, kjo është lista e mbyllur, lista e hapur, kjo është lista për mua degenerimi i këtij populli. Gjithë të mira ndoshta ngra shumë kohë, po të më falësh. Faleminderit të përshëndes për telefonatën, përpara se të marrim mendimin e radhës në studio, shumë shkputemi për një këshill shëndetësore, shumë më shumë shëndetësore absolutisht se sa biznesi. Gjithë ata që kanë probleme me prostatën, Natyra Terapi sjell një produkt që më është fantastik, zgjidhje ideale perfekte, bëhet fjalë për prostatol kompleks. Ndihni shumë shkurtimisht, telefononi për ta bërë tuaj, numri do të shfaqet më njëherë në ekran e ne rikthehemi pas pak. A jeni një nga meshkujt e shumtë që ignorojnë problemet e prostatës, pa vetdije për rrezikun e lartë të zhvillimit të komplikimeve? Kam 3-4 vjetë që vuj nga prostata. Gjithë vjetë kam të merë kur vjen nata darka, si urinoj 1 herë, 2 herë, 3 herë, ka rase dhe 4-5 datën, dhe rjedhja jo e plotë. Kujdesuni për shëndetin tuaj mashkullor. Merrni Prostatol Kompleks. Mbroni veten nga pasojat e rrezikshme dhe shpëtoni nga mundimet e padëshiruara të urinimit të shpeshtë dhe të vështirë. Pas në televizor për prostafonet për prostatën, vendosa që ta morë. E mora atë ilaçin, që javën e parë, më dha shenjat shumë mirë. Më dalë monatës si zisa për para, 3-4 herë 5 herë. Filloj, e ndjeva dhe vetë që ato e bon efektin. Një sugjeroj gjithë bashkëpunëtarët e mi, që ta morin, që do ndjenë mirë. Telefononi tani dhe porosisni Prostatol Kompleks për vetëm 2.490 lekë. Në rast se porosisni 2 paketime Prostatol Kompleks, do të përfitoni edhe një falas për vetëm 4.990 lekë. Rikthehemi në studio, në fakt po më telefonojnë, po më shkruajnë, kështu që shkurtimisht edhe koha është e vështirë për të menaxhuar i gjithë dhe në maksimum. Zotëria që telefonon nga Shkodra më shkruan, mirëmëngjes, anë thotë përshëndetje, nuk njohin plotësisht listat, me sa njohët listat e PD-s janë shumë më të mira se listat e PS-s. Sigurisht tot janë lista fituese. Për sot mund përmendët nga PS në Shkodër, futet në listën mbyllur vajza ish deputetit Agron Çela, në Gjirokastër Tërmet Peçi thot dhe Pirodhima. A është ky peshngritësi? Jo, nuk është peshngritësi, shkodrani mesazh dërgues. Stefan Kokoneshi, që edhe më ka marrë 3 herë në telefon, po nuk përgjigjem dot në momentin që jam live. E shoh që më ke shkruar zë Stefan. Edhe thot mirëmëngjes Andi, thot cila listë e kandidatëve ju bind më shumë. Lista e PS-s thot më bind plotësisht, një listë e menduar shumë mirë të, ndërsa lista e doktor Sali Berishës për të ardhur keq. Të vendosësh në listë të sigurt Josefina Topallin, Albana Vokshin edhe të lësh jashtë zonjën Tabaku, e cila është si nata me ditën, kjo është thot me vënë duart në kokë. Dhe me radhë thot në listat e sigurta, Flamur Noka, Belin Këlliqi, Klevis Balliu, Tritan Shehu, thot prape çuditshme. Edi Rama me PS, drejt fitore si mandatit 4, me respekt Stefan Kokoneshi. Okej, këto janë mendime, qëndrime, majtas, djathtas, mënyrën si sheh gjithë secili listat e kandidatëve. Përshëndetje, kanë nga dikuj nga 186 emra. 186 emra. Mirëmëngjes, mirë se vjen në program. Je njohur me listat, besoj, në pjesën më të mirë. Pa tjetër, jemi bë politikanë të njëmi. Politikanë, po. Qash jo pikesët. Po, jemi shumë herë më të mirë nga ata që na përfaqësojnë, Andi, prandaj. Të gjithë që flasin. Po. Edhe ata na krau tjetër edhe ne këtej. Në këtë aspekt. Jemi shumë herë më lartë nivel në ata. Të paktën kemi ndershmërinë të paktën. E drejtë. Andi. Edhe që është e rëndësishme, jo, se... Po, pra, përse normale, të mos gënjejmë, ata gënjejnë tani, një gjë duhet të kuptojnë ata të kraut të Berishës. Bërë në fund e morën vesh që Berisha ha dhe vetën këmbët e tij, jo më ata shokët, kolegët. Shumë vonë mori vesh Das Sula. Më vin keq pra të Kadiun e Tiranës, me që ishte edhe në primare, duke folur. Unë nuk e njoh fare, po duke folur ju, çfarë njeriu është, më vin keq. Se janë njerëz që duhet na përfaqësojnë, njerëz të mirë në të gjitha ka. Paka shumë i quajmë një djalë liri edhe në moshë edhe në kontribut, kryetari PD-s Kavajës, u doroj si kryetari PD-s doli mirë në primare dhe po shiko, ka edhe diçka tani tek listat e secilës force. Listë e mbyllur, listë e hapur.
Lista e mbyllur pak a shumë da garanton mandatin në listë të hapur, ndoshta ta edhe nuk janë refuzuar, po do konkuronin edhe merr vota preferenciale. Kështu do t'jetë këtë vit. Po, unë do të ushtoja ja dy para forse, dhe ati Gjirokastris dhe ati më përpara. E ati si janë bërë këta, dhe fatkeqësia e këti kombi është, se këta janë si punë e kërpushës, që ajo e madhja fryet, po kur ikën që bie, ka lënë dhe një 20 të tjera atje. Pra, atë Klevis Ballione, atë tjetrin, Benind Gëlliqi, dhe këta të rinë, i ka lënë kulishat ai. Ata janë fatkeqësia e këti kombi, janë njerëz servila, që me gjithmonë mirë tha i duar trokasi para se të flasi. Kryetari, jemi në ato sistem. Dhe na vinë keq që ata se kanë arritur ato sistem dhe vazhdojnë imitojnë ato sistem. Është e çuditshme. Ani. Ndërsa për këtu për Vlorën doja të flisja më tepër. Janë disa, po aman ore Vlorën e mbytur me doktora or me këto, po fusni o teknicien, do e dirama. Po futo njerëz ta mën për së mari për Vlorën. Se Vlorën e ka bërë familje, more, klan familje, more, ajo kupton, po shfatkeqësi, more, buri dhe o. Ajo përfiton sepse PD-ja ka uret, e kupton, nuk janë shqiptar. Të votoj unë Belerin, po nuk arrit dot ta kuptoj, nuk arrit dot ta kuptoj. Dhe shfatkeqësi e madhe, ajo kupton. Andi, prandaj përfiton ai Edi Rama. Po hiq jorë doktorët e mjekët se në natë shmëndë të borë buri dhe o. Ata janë profesionistë, kanë të dërtuar jetën. Po mundohem të shoh listën e qarkut Vlorës, edhe kishte... Po drejtoresh e spitalit tjerë. Është drejtoresh e spitalit, flasin. Në mos gaboj ishte një adekane pedagoge fakultetit ekonomisë aty, diçka e tillë. Po, është një që ka në Amerika shumë mirë, nuk e njo, të them drejtën personalisht. Po, them me që ka arë që andej, mas e një fjetën, mas e në ndimona, mas e nuk e di, andi. Ma se bëllë ndryshim. Po unë them në të përgjithshme, po mjek edhe këta, qajnë këta politikës janë që është kryetari bashkisë, por hajnë të diplomat. Diplomat. Qëna duhen e këta mërë buri dhe otë, po qëna duhen e këta, po ne duhen teknicien, duhen njerë që, ore nuk e takojmë do të mërë buri dhe otë adi. Po hajde të kapsën dhe njërë, hajde, merë numër e telefonit dhe ke aty, dhe hajde të vemi të bëjmë një kërkesë dhe të takojmë në bashkinë e Vlorës. Nëmi një nga ato, qa janë ato që përgjojnë atje, ta shikosh të faktike. E kuptoj. Qanë loj njerëzish janë. Po dike mor andi, po plasë mor, po sa dorojmë o buri do. Jeta njerëz, po qjojnë dhe ne diçka. E kam bërë monopol dorë. Mirë, faleminderit të mundova të gjeja, po djetë unë nga pasur shumë zhvillime dhe nuk e gjeta eksakt edhe të specifikuar listën e Vlorës. Për partin se listën me shpërmëndi zotëria, po ka goxha emra të rinj. Mirë mëngjes, telefonat e fundit për këtë pjesë të programit. Urdhëroni, ju të gjoj me knajsi. Po, gjëgjohë dy fjallë. Për ndarjen e këtyre të dy palët, i kanë zgjedhur vetë dhe i bëjnë vetë. Kurse për mua, unë e kam thënë dhe atem, populli duhet të ngrihet për pasurit kombëtare dhe pensioni. Bëhet 500.000 pa frikë dhe të ngrihen uzinat dhe fabrikat që janë për shembull. Ato të ikën fjerë që të për e blenë fejat shumë keqë. Shka për dhe me. Edhe jedhin pak dhe të këshia. Ikën kjo. Uj, janë ata kuqedrat që s'përlen të ta pinë të vete qezma të mamë. Se përlaj djali jotë dhe një pim, pra është një krimi ma. Miniera. A i pse e do në atë që pret pyllin atje, edhe këte që e rrugri është lënda e parë. Lënda e parë, thot e 12 shtete për qonë lajthisa. Po e që shteti, mos i të japi popullit. Dhe ujnë të mamë, edhe vete që se i dikte qespat jashtë e në rogja. Mos ga bojemi. Jashtë atje dhe pite ujë, se ujë e se vatë, se dhe zëj haka e tyre popullit, për të ujë që për e shesin, për vete tyre. E kuptoj. Se janë disa. Pra ndaj lutem kuqeta do për koka. Edhe minera, të gjithë të shkalloj shtetit e të bëhet si atë, bëhet kontrolli shtetit. Kurse këto, po këto je loja partit e vlaja. Një dhe tjetra, nuk ja për popullin. Pse nuk ja për popullin? Se ti nuk e di numrin e telefonit ati, ose nuk të pret fare. Për një problem, që është në lagjën në njërën që bërë në atë kohë. Edhe hapesh do gjë, bërë do gjë. A i s'ka
në Korçë Shkreti ka mbjella molla gjatje, edhe nuk ka për 3 km rrugë, turpi bot. Jo kuptoj. Faleminderit. 35 vjet. Jo kuptoj, shumë qartë, të falenderoj për telefonatën. Përshëndetje, kënaqësi që komunikojmë së bashku.